Duhet të shfrytëzoj këtë rast që të ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të dalin edhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, për të zgjedhur kandidatët përfaqësuesit e tyre të Republikës Kosovës. Nga ana e KQZ-s të gjitha përgatitjet janë bërë, përkundër kohës së shkurt, përgatitjeve të shumta sfidave që kemi pas, ne kemi arritur të sigurohemi që procesi të fillojë me kohë. Për votim me asistencë, çdo person që ka nevojë për asistim duhet të paraqesë një dokument përkatës që e dëshmon se ai nuk ka mundësi të votojë vetë. Për persona që nuk dinë shkrim lexim nuk ka rregulla. Ligji këtë kategori në 2023 e ka largu si kategori për të votuar me asistencë. Sa i përket KQZ-s, ne kemi një procedurë standarde, dhe thotë edhe për këta persona, të cilët këtyre persone nuk ju mohohet e drejta votimit, por që asistimi tyre nuk mund të bëhet në prapa kutisë votimit. Asistimi tyre bëhet vetëm deri tek kutia e votimit.